Jemi live me përpara kuvendit të Shqipërisë, shohim pra protestuesit e Partisë Demokratike, të cilët janë duke shtyrë në këto momente forcat e policisë, të cilët janë renditur, pra janë rreshtuar përpara kuvendit për të ruajtur rendin. Ka tension në këto momente atje. E pam një situatë ngjashme përpara kryeministrisë, pak minuta më parë, tani në vëmendje dhe turma është zhvendosur përpara kuvendit, siç edhe paralajmëruam. Ashtu do djali. Çfarë kanë thënë më? Fike mikrofonin. E fike. Ti siamo trondita por stavo stiamo piano. Numrin e vogël të protestuesve, të cilët janë pikërisht ata që sulmojnë me sende të forta dhe me molotov. Facciamo fare tu! Këto pra janë pamjet nga lart të protestës së opozitës përpara kuvendit të Shqipërisë, të ofruara nga ABC News. Siç e shohim në anën e majtë të ekranit, duket se vazhdojnë të hedhin ujë forcat e rendit për shpërndarjen e turmës përpara kryeministrisë. Këto janë pamjet që na ofron operatori ABC News nga toka dhe nga ajri. Dhe me këtë pamje që na vjen nga sheshi përpara kuvendit të Shqipërisë, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Qëndroni në vazhdim me ABC News për zhvillime të tjera, si dhe klikonin në abcnews.al, na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkëmirëpafshim nesër në orën 19. Shohim tani protestën nga një tjetër kënd që e ofrojnë kameramanët e ABC News. Pati një thirrje të Flamonokës pak më parë për revolt, për ballje dhe qëndres, kështu tha zoti Noka kur pyet nga gazetarët se çfarë do të thotë revolt, ai tha që revolta është revolt dhe ne do të përplasemi dhe do të përballemi. Ai nuk foli për afat dhe për përfundim të protestës, por të shohim se deri ku do të shkojë skenari i opozitës. Datorie të popullsit.
Edhe për para kuvendit. Dhe lëndë pyroteknike në këtë momente për para kuvendit shohim një shpërndarje të turmës, por edhe të policëve në këtë momente. Kemi parë shpërthime zjarri në mes të njerëzve dhe në mes të punonjësve të rendit. Shohim pra një breshëri lëndësh pyroteknike në këtë momente që hidhen mbi punonjësit e policisë dhe mbi kuvendin. Vazhdon situata e tensionuar pra te kuvendi i Shqipërisë në këtë momente. Shohim nëse do të ketë një ndërhyrje nga ana e forcave të rendit për të shpërndarë, po ka një ndërhyrje nga ana e policisë për të shpërndarë turmën me ujë me presion. Unë do të lidhem me Ervin Lekën, i cili ndodhet në këtë momente përpara kuvendit të Shqipërisë. Ervin, përshëndetje. Situatën po e shohim, por më trego më tepër. Është agravuar në fakt situata përballë kuvendit, ku militantët e Partisë Demokratike kanë vijuar të hedhin sende të forta shishe me molotov, por edhe fishek zjarre në drejtim të policisë, ndërkohë tashmë policia ka ndërhyrë duke hedhur edhe ujë për të shpërndarë turmën. Në fakt disa nga molotovët kanë shpërthyer te këmbët e disa prej protestuesve, që në fakt është dashur edhe hedhje ujit nga ana e policëve, që si duket ka shuar edhe flakët. Siç e shikoni, këto janë pamjet, pra vijojnë të hedhin edhe shishet me molotov, ndërsa policia vijon që të bëjë thirrje për ndaluar aktet e dhunës, por edhe për sa i përket largimit të protestuesve në mënyrë që të mos hedhin më shishe me lëndë molotove. Janë në fakt disa autobote me ujë të cilët shoh një protestues që ka marrë flak. Në fakt drejt protestuesve në mënyrë që të largohen, por është thuajse një situatë kaotike, mund ta shpjegoj, për shkak se pavarësisht ndërhyrjes së policisë, protestuesit nuk po i ndalin hedhjen e sendeve të forta, por edhe të shisheve të molotovit në drejtim të kuvendit, por edhe të policisë së shtetit, që në fakt janë bërë gardë përballë kuvendit. Këto janë pamjet në fakt që po shoqërohet edhe një autobot tjetër me ujë nga ana efektiveve të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po afrohen në drejtim të kuvendit, aty ku është edhe, mund të themi, vatra e zjarrit, ku kanë hedhur edhe shishet me molotov. Militantët e Partisë Demokratike që si duket vijojnë që të mos largohen nga ky ambient përballë kuvendit, por të hedhin molotov, sende të forta, por edhe gur, mund të themi, të cilët i kemi shquar në terren, që i kanë hedhur në drejtim të policëve dhe efektiveve të policisë së shtetit. Pra po shohim bashkë pamjet live, është kaos përpara kuvendit të Shqipërisë. Shohim forca të shtuara të speciales, të cilët duket se janë afruar vendit të ngjarjes, ka pasur zjarr, ka pasur edhe protestues, të cilët ne siç i pam në pamje kanë marrë flak, sepse molotovët kanë rënë në këmbët e tyre dhe janë ndihmuar nga policët apo nga forcat e rendit që të fikej zjarri. Në këtë moment e pam një autobot me ujë, i cili ndihmon në qetësimin e situatës. Ka një rënje të shpërthimeve në këtë momente që po flasim, të shohim se çfarë do të ndodhë më pas. Duket se nuk ka një tërheqje të protestuesve, ka vetëm një spostim të tyre, ndoshta për të pritur një moment të dytë dhe për të vazhduar sulmin e tyre ndaj godinës së kuvendit.
Ishte pak e shumë e njëjta gjë, ashtu siç ndodhi përpara kryeministrisë, pam breshëri molotovësh dhe lëndësh piroteknike të hedhura në këtë rast fatkeqësisht në drejtim të forcave të rendit, sepse godina e kuvendit është larg. Ka një zhvendosje të protestuesve dhe një përqendrim të forcave speciale. Siç po i shohim në këtë momente, po qellohen forcat speciale me sende të forta me gur dhe fillojnë sërish molotovët. Do shohim në këto momente edhe pamjet me dron për të parë më qartësisht nga lart se çfarë është duke ndodhur. Ja po i shohim pamjet me dron. Shohim pamjet e shpërthimeve përpara ku. Scusa, ma mai pak që në ujtë këto? Ai, signore, vai. Hapa që këtë mos ata futu që mund, hapa që. Mos dilani, çdo diç që dilani, kërko belan që dil ti. Ka dhe rovër. Vjerani nga matan, nga përdall. A mund është këtu përdall, ashtu larg? Po, do të shkoj shumë larg. Sa u mundim. Të ishte gazetari që mundet mund. Po, gjuna ishte kameraman, i newsit tani shkrej. Tash më rëpëtuar të mos të kësh. Shumë faleminderit. Kujt jeti? Ja bëcës. Ha. Faleminderit, gjithë mirë. Ha? Si ka gaz këtë, zeti, pesa gaz odën, a pesa gaz odën a ka këtej? Bajnë gjama, ju viku gazi, bërë mos të mund, që ju bajnë gjama, të shur shpite? Dore si është po bje gaz. A më gjele, pese kam punë? Mi, po i hajde. Kota je live.